Mjeku çudit botën, një vezër çdo ditë trajton këto tre probleme. Ja kush duhet ta hajë menjëherë. Një vezë në ditë mund të ulë riskun e goditjeve në tru me 12%, ka zbuluar një studim i ri. Ky studim tregoi gjithashtu se konsumi më shumë se një vezë në ditë nuk ka asnjë lidhje me sëmundjet koronare të zemrës. Këto përfundime të publikuar nga revista amerikane College of Nutrition kanë dalë pas vëzhgimeve dhe analizave që janë bërë studimeve të mëparshme të viteve 1982 deri në vitin 2015. Në këto studime, ku janë përfshirë më shumë se 275 vullnetar, janë bërë krahasime mes ushqyerjes më vete dhe sëmundjeve koronare të zemrës dhe goditjeve në tru. Vezët kanë shumë vlera ushqyese, përfshirë këto antioksidantë të cilët mund të ulin stresin oksidativ dhe inflamacionin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Citon Dr. Domenik Alexander nga Instituti Epictat në SBA. Ato janë gjithashtu një burim shumë i mirë i proteinës të cilët ulin tensionin e gjakut, shtoi ai. Një vezë përmban 6 gram proteinë dhe antioksidant lutein dhe zeakanthin që gjenden tek e verdha e vezës së bashku me vitaminën D, vitaminën E dhe vitaminën A. Shumë të rëndësishme këto edhe për funksionet të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vërteta të vezës së zgjerë dhe çfarë i ndodh organizmit kur ato i konsumoni në këtë formë. Në këtë video do ju njohim me përfitime shëndetësore të vezës së zgjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Veza përmban 210 mg kolesterol. Zgjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Vezët ofrojnë yndyrna të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit, ndërsa ulin riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët do të ofrojnë proteinë cilësore në dobi të organizmit. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë të struktura të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Nëse doni kocka të forta, gjithashtu vezët janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe për dhëmbët gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë, më i shëndetshëm dhe gjithashtu të evitoni rolin e efekteve negative të organizmit tuaj. Sigurisht vezët janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese, e cila duhet të shtohet me do e mos në dietën tuaj të përgjithshme. Kështu ndikimi i tyre në dobi të organizmit do të jetë i menjëhershëm dhe i plotë. Veza futet në listën e top 10 ushqimeve më të rekomanduara për shkak të vlerave thelbësore që ka për shëndetin e njeriut. Vezët ofrojnë proteina të plota dhe një vezë përmban 9 aminoacide thelbësore që përbëjnë shtyllën kryesore të proteinës. Këto aminoacide nuk prodhohen dot nga trupi. Veza përmban 6 gram proteinë dhe gjysma e saj gjendet e verdha e vezës. Vezët janë të pasur me ushqyes të rëndësishëm. Një vezë vetëm ofron proteinën cilësore dhe vitamina dhe minerale të dobishme. Këtu përfshihet seleniumi, fosfori, vitamina B12 dhe antioksidantët, të cilët i mbajnë qelizat më të shëndetshme. Vezët do të ulin gjithashtu edhe trigliceridet. Niveli i triglicerideve duhet jetë më i ulët për një shëndet më të mirë.
Vezët veçanërisht janë të pasur me acide yndyrore omega-3 duke qenë se kanë aftësinë të ulin nivelin e triglicerideve. Vezët ulin gjasat për shfaqje të ishëmisë. Studimet sugjerojnë se një vezë në ditë ulë riskun e ishëmisë. Sipas një studimi të cilit i referohemi, njerëzit që kanë një vezë në ditë janë në 30% më pak të riskuar të humbasin jetën në mënyrë të parakoshme si pasojë e ishëmisë. Vezët janë të mira për shëndetin e zemrës. Njerëzit që hanë vezë rregullisht janë më pak të riskuar nga sëmundjet e zemrës. Ata që vuajnë nga diabeti tipi 2 kanë një zemër më të shëndetshme fal një regjimi ushqimor ku përfshihet edhe konsumi i vezëve. Studimet konfirmojnë se njerëzit që hanë të paktën një vezë në ditë janë më pak të riskuar nga këto komplikacione. Sigurisht, forma e tyre e zjerë është një nga format më të mira të cilat trupit mund t'i japin shumë përfitime dhe të lehtësojnë komplikacione të njëpasnjëshme. Vezët, nëse shtohen rregullisht në dietën tuaj, do ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Njerëzit që hanë vezë për mëngjes janë më të ngopur gjatë ditës. Për llogaritje shkencore tregojnë se personat që hanë vezë në mëngjes marrin të paktën 130 kalori më pak gjatë ditës, e përkthyer kjo në më pak kalori dhe gjithashtu në një peshë më të mirë të trupit. Vezët janë të mira edhe për shëndetin tuaj të syve. Ndaj konsumi tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të luajë një rol fantastik për shëndetin e syve dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Antioksidantët e vezët do të ndihmojnë në syt në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme dhe shikimin më të mirë, kryesisht edhe në errësirë. Antioksidantët që gjenden te veza dhe barishtet e ndryshme janë në një burim i mirë i elementëve ushqyes që qetësojnë gjithashtu edhe sytet tuaj të lodhur në situata të vështira. Ekspertët thonë se vezët janë një ushqim fantastik edhe për mendjen më të mprehtë. Vezët përmbajnë gjithashtu edhe vitaminën D, e cila mirëmban shëndetin e trurit dhe konsumin midis elementëve ushqyes të tij. Kështu ushtimi i vezës në dietën tuaj do të luajë një rol fantastik në shëndetin tuaj të kujtesës. Vezët janë të pasura me kolin, një vitaminë veçanërisht shumë e rëndësishme për shëndetin tuaj të trurit dhe gjithashtu në procesin njohës. Nëse hani 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë, trupi juaj do të marrë mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese. Shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe mbi të gjitha edhe në lehtësimin e procesit të rënies së kujtesës. Vezët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Një i rritur mund të konsumojë të paktën 1 deri në 2 vezë të zjera çdo ditë. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë fitimprurës dhe gjithashtu merr shumë elementë ushqyes të rëndësishëm në dobi të kujtesës. Sipas studimeve të publikuara, ngrënia e 1 deri në 2 vezë në ditë është një sasi e shëndetshme për shumicën e njerëzve. Nëse po kërkoni të rrisni masën e proteinës, atëherë konsumoni vezë çdo ditë. Por jo të gjithë ekspertët janë në të njëjtit mendim lidhur me përfitimet e vezëve. Kur konsumohen në mëngjes, vezët janë një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e vezës në dietën tuaj, sigurohuni t'i konsumoni me kujdes dhe në formën e tyre natyrale. Kështu, vezët e zjera do të kthehen në një aleat të vërtet të organizmit tuaj edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët thonë se një mënyrë shumë e mirë për të ngrënë vezë është forma e tyre e zjerë, ku do të merrni shumë përfitime. Vezët janë një burim shumë i mirë i proteinave, ato janë të larta në vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, jodin dhe folatin. Shumë të rëndësishme këto për aktivitetet ditore dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Gjithashtu, një i rritur mund të konsumojë 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i plotë dhe gjithashtu efektiv. Por edhe të vegjëlit mund të konsumojnë të paktën 1 deri në 2 vezë të zjera në dietën e tyre të përgjithshme. Ndikimi që ato do të kenë në mbrojtjen e shëndetit do të jenë të menjëhershme dhe do të lehtësoni komplikacionet. Ndaj sigurohuni t'i përfshini vezët e zjera në menun tuaj ditore. Vlerat, përfitimet dhe ndikimet do të jenë të larmishme në dobi të organizmit dhe lehtësimin e shqetësimeve. Vezët sigurohuni t'i zgjidhni ato sa më natyrale dhe të freskëta, në mënyrë që ndikimet e tyre në dobi të shëndetit të jenë fitimprurëse. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video
kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi, asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tuaj.